Teuta Bylis mbyll javën e 6 të Biznes Superiore. Ju përshëndes të gjithëve, miq të RTSH Sport. Do shijojmë së bashku emocionet e kësaj sfide që ka prodhuar dhe shumë gola në disa prej dueleve. Mes tyre Teuta vjen pas një ndeshje shumë të mirë në Elbasan, por pamundur të marrë 3 pikët dhe sigurisht sot në fushën e saj 3 pikët janë një detyrim edhe presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, një tifoz special sot në tribunën VIP të Niko Dovanës, mëkat për reshjet e shiut që ke nisur për më shumë se gjysmore dhe sigurisht ndoshta kanë prerë hovin e disa tifozëve të tjerë që mund të afroheshin, por e gjithë tribuna që të paktën është e mbuluar, e mbrojtur nga shiu, është e mbushur e gjitha sot në Niko Dovana, një ndeshje shumë të rëndësishme, një kundërshtar delikat si Bylisi që për më tepër vjen pas një fitoreje bindëse 3-1 ndaj Partizanit dhe sigurisht edhe sot kërkon pikë për t'u larguar zonës së ftohtë të klasifikimit. Ardit Doli dhe Marina Bazej, dy kapitenët e dy skuadrave dhe përqafimi shumë miqësor mes Mirel Josës dhe Enke Lejd Dobit. Kjo do t'jetë përballja e dytë mes tyre në Biznes Superiore, janë ndeshur një herë ku ka fituar Josa, i cili drejtonte Asokoje Vllaznin dhe Dobi në stolin e Kuksit në sezonin 2022-2023. Fiton 0-1 Vllaznia e Josës. Për kaluar tek formacionet, skuadra e Teutës luan sot me Selmanin port, është Toli dhe Përgjoni, krahët e mbrojtjes Zhongo dhe Gabriel në qendër, Maçolli dhe Votlaj, dyshja e mesfushës me Jakub, Vidal dhe Boçin në mbështetje të Mario Beshirajt në qendrën e sulmit. Në krahun tjetër formacioni fitues nuk ndryshon, nga Mirel Josa me Jeremy Vashun port, Kamara Marku Abazaj dhe Përndreca katërshja e mbrojtjes, David Ofori dhe Malomo, mesfush Alison Mustafa dhe Mukhtar Kuxhi, treshja e sulmit në 4-3-3-shin e Bylisit ose një 4-4-2 ose 4-4-1-1 me Malomën që shpesh e shohim me pjesëmarrje në sulm pas shpinës së sulmuesit kryesor dhe edhe javën e kaluar ndaj Partizanit ishte njeriu i ndeshjes. Ermis Shela, gjyqtar kryesor i kësaj sfide, ndërsa në varë siç e pam Enea Jorgji, indi asistuar nga Silvio Durmishi për çdo episod të dyshim që në këtë duel të fundit të javës së 6 të Biznes Superiore. Nis kjo sfidë me topin e parë që e luajnë miqt. Egnatia mori më herët një fitore shumë të rëndësishme e 4 radhëzi për kampionët që ngjiten tashmë në krye të klasifikimit së bashku me Vllaznin dhe Teuta. Nëse fiton, edhe ajo mund të shkojë në zonën e Final Fourit, aty ku ka dhe objektivin e saj. Votlaj rikuperon me sfush. Top tashmë i kthyer prapa tek Selmani. Teuta është mbrojtja më e mirë e kampionatit me vetëm 2 gola të psuar, po ai sa Elbasani. Por në sulm ka çeduar, ka realizuar vetëm 3 gola deri tani dhe duhet thënë që është skuadra e vetme tashmë në Biznes Superiore pas një humbje. Gjitha e kanë marrë nga një humbje, edhe Elbasani un poshtë mbrojtjen e dieshme ndaj Vllaznis. Gabriel kërkon të ndrojë krahun e lojës të ku mbyll sakt Përndreca. Rikthime të rëndësishme në stol tek Bylisi, Peralta, Përgjoni dhe Bruno. Sigurisht Përgjoni dhe Peralta janë 2 elementë shumë të rëndësishëm, edhe Bruno sigurisht ka qenë titullar fiks. Por ajo që bie në sy është që ka ditur të manovrojnë me sfush tekniku Mirel Josa, paraqitje shumë të mira të Oforit, duhet thënë. Duke qenë se Përgjoni mungoi dhe Bruno, u zhvendos Abazaj nga mesfusha në qendër mbrojtjes dhe Ofori dhe gjetja David Adedure që sërish sot është titullar, sepse Malomo që për sezonin e kaluar sigurisht është titullar i padiskutueshëm tek ky Bylis. I është besuar sërish Koxhis në sulm, që ka realizuar 2 gola deri tani dhe jo Peraltës. Shumë këtë top drejt Muço Boçit, Dorin Marku, Alison te Kamara.
Kamara që nuk e menaxhon si duhet këtë situatë, dhuron këtë rivënjënësore. Votlaj prapa tek Gabriel Gomes. Mungesë e ESG shumë e rëndësishme. Kapiteni Kotobelli sot është në stol. Po ashtu si Albi Doka apo qendërsulmuesi Sebastian Gonzalez, Zela janë gjitha zgjedhje të teknikut Dobi. Zhongo fiton këtë faul. Plan par Mirel Ljosa në 32 ndeshje përballë Teutës ka një bilanc 13 fitore, 13 barazime dhe 6 humbje karrierën e tij. Përgjoni e merr mirë topin Përgjoni, i afrohet tashmë zonës në qendër e kthen. Rrezikon mbyllësi ama edhim paq nga kjo situatë devimi i një mbrojtësi dhe më pas e zotroi Jeremy Vashu. Dalje e mirë e Përgjonit nga e majta që futin panik mbrojtjen e Bylisit. Përndrecën vështirësi gabon. Topi kthyer prapa tek Toli. Mungesë të Kotobellit është ai që mban shëritjen e kapitenit Ardi Toli. Selmani për Zhongon. Vidal me një prekje provon ta lë për polakun Jakub e katranosin gjithçka mes tyre. Dy futbollistë të Bylisit provon tashmë Jakub, por mbyll saktë për Ndreca që kërkon të nisë Mustafan, humbi ekuilibrin Zhongo. Mustafa pret për forcime. Luan qendër me Malomon. Ky e lë për Koxhi, edhe një herë Malomo. David me të djathtë Kamara. Wallison prapa tek Marko. Për Ndreca Davida Adeduro. Edhe një herë çekullon në prapavi Bylisi me kapitenin e bazaj Marko. Presingu i Beshirajt, provon topin i gjatë, Mustafa ka mbështypjen pozicioni ishte i parregullt dhe kështu është shngritur flamuri i Ansorit. Edhe këtu sponda e tij ishte e mirë. E pam në këtë version ta bënte shumë mirë, fitoi pothuajse çdo duel me mbrojtjen e Partizanit ndeshjen e kaluar. Ibrahim Mustafa me forcën e tij fizike shërben shumë për këtë tip loje të Bylisit. Zhongo. Saktë për Ndreca vjen nga pas dhe provon të fitojë metra. Fiton vetëm rivënjën anësore, nuk ka faul. Plan par Daniel Votlaj që u afrua në ditët e fundit të merkatos. Pjesa e Ignatias për 2 sezone. Vashu drejt për Ndrecës është Jakub që e ka prekur i fundit, ka mbetur i dëmtuar për Ndreca. Dhe kërkohet ndihma e stafit mjekësor. Që është momentin e rënjes, tu duhet këtë pasur dhe përplasje kokë me kokë kanë përshtypjen, urojmë asgjë serioze për të dy futbollistët. Kjo e 6 nisi me derbin. Fitore e thellë e Tiranës 0-3 ndaj Partizanit.
vijoi me fitoren e Dinamos 2-0 dhe Flamurtarit. Më pas sfida mes kryesuesve dje në mbrëmje, Vllaznia Elbasani u fitua 1-0 nga Shkodranët dhe sot Egnatia fitoi 0-1 ndaj Vlorës. Në 30 ndeshjet e fundit, mes të dyjave, bilanci është shumë pozitiv për Teutën. Ka 15 fitore kundrejt 6 fitoreve të Bylisit, ndërsa 9 përballje janë mbyllur në barazim. Sezonin e kaluar, Teuta fitonte këtu në Nikodovanën javën e parë 2-1, më pas në Ballç Bylisi e mund të thellë 4-0, në Durrës 0-0 faza e tretë dhe në fazën e katërt fitonte sërish Bylisi 1-0. Abaza e për Markun. Kamara. Nuk kuptohet me Walison që shkakton më pas faul ndaj Mucho Boçit. Gabriel. Macholli. Për dyshim nga më të mirët në këtë start sezoni, Joel Macholli, që është një ish i Bylisit, duhet thënë. Sezonin e kaluar vuajti, por duket se me drejtimin e Enkeli Dobit ka gjetur veten tek kjo Teutë e re, duhet thënë. Për drejt se largon në rivënjë anësore. Topi prapa tek Vasil Zhongo. Gabriel Gomes. Macholli. Sakt për Zhongon. Toli. Zhvendoset më në qendër Toli. Ndoshta kjo është edhe pikërisht edhe arsyeja pse preferon më shumë tekniku Dobi, duke qenë se nuk luaj më mirë në linjën e qendrës, pjesë të mirë karrierës e luan si mesfushor, por ka treguar edhe tek Tirana kur ishte që mund të luajë mbrojtës i djathtë. Preferohet ai në atë pozicion dhe do ka ndoshta pikërisht edhe për pjesëmarrjen e tij në linjën e qendrës. Këtu Kamara. Abazaj. Rikuperon me njërë Teuta. Joel Macholli përvështri për para. Një kontakt që gjukohet i letë si pas gjyqtarit Derlis Shelaj. Malomo. Vjen Kamara nga e djathta, por i lexueshëm dhe për më tepër shumë i lehtë ai pasim për Gjonin Ndërin. Vidal provon nisë Beshire, vertikalizimi shumë i mirë për Beshirajn, por del Jeremy Vashu, decisiv në atë episod. Koxhi nuk e dërgon dot tek Walison atë top. Rivënjë nxore tashmë. Tjetër rivënjë nxore. Ofori me një luk të ri sot. Ofori. Tashmë prestingu i Teutës shpërblehet, rivënja anësore ndronduar. Rigjat kjo rivënje drejt Boçit. Vështirësi, smëlimit e Kamara, tashmë top largohet drejt mesi fushës, është i vetëm Mustafa, por ja del mban, fiton një faull, pikërisht ajo çka duhet për ta nxjerrë skuadrën përpara.
Plasje fort nga pas shpine erdhi Zhongo. Edhe njerë këtu vertikalizimi për Beshirajn ndoshta edhe ishte pak më fort se ç'duhet, por edhe dalje shumë e mirë e studiuar e Jeremy Vashu. Linja e mbrojtjes ishte shumë lart në atë moment. Koxhi. Mes vështirësive arriti ta ruajë zotërimin në shërben për Përndrecën. Mes duke ndështarëve Përndreca nuk ja del dot fitoja së lëvënje nënzore. Gabriel për Gjoni. Sërish prapa te Gabriel. Arrin fitoi këtë faul. Votlaj. Maqolli sak për Beshirajn që nuk kuptohet me Vidalin. Marko. Prapa tek Vashu. Përndreca. Topi gjatë drejt Mustafas, por është Gabriel që kërcen me lartë si gjithë, duke e larguar në rivënjë nënsore. Është shumë i qetë gjithkues Mireliosa, ndërsa Dobi është gjithmonë me indikacione për të tijet. E gjenë në fundi pik pasimit lirë për Gjoni në këtë rivënjë nënsore Beshiraj për Jakub me njëherë. Shtyn dhe Toli për para. Spostohet në qëndër Jakub, nuk i del e vertikalizim. Walison kraun tjetër. Kamara. Bron prapa me Markun. Ofori. Kamara. Blokohet sa i pasim nga Boçi. Do duhet mjaftohet me rivënjë nënsore. Kamara. Votlaj e ashpër, ndoshta edhe pse duke sikur shkonte tek topi, gjithsesi pati shumë intensitet. Ajo ndërhyrja sparkat e tij këshillohet, thritet pranë vetes nga gjyqtari Çelaj. E shohim edhe një herë. Ka shkuar tek topi, por ka rrezikuar shumë me takat lart. Tu sponda dhe një herë, por faul në sulm, me sa duket, nga Ibrahim Mustafa dhe Zhongos. Kërkohet edhe një herë ima e stafit me njësor për Zhongon këto herë. Të shohim e kjo përsëritje. Fauli dukshëm. Byruli ka qenë, por nuk duket sigurisht edhe shumë e qëllimshme, me shumë kërcime sipër, por qëndron fauli në favor të Zhongos.
shkelmimi i Selmanit në një zonë ku kishte më shumë fanella të kuqe. Mustafa përvon ta ul Tolli rikuperon Igor Vidal. Bestikun dështarëve ja heqin topin nga zotërimi. Edhe një byrje që nis aksionin e saj nga e para. Kamara përvon këtu vertikalizimin drejt Mustafa, por Votlaj ndjek mirë vijimsinë e atij aksioni të ndërhyrë. Është një byrjes më i qartë, duhet thënë. Lojën e saj duket sikur në këto minuta ka dhe më shumë zotërimin e topit. Por me një diferencë shumë të vogël sigurisht. Ende gjithçka balancuar në këto gati 19 minuta. Mungojnë rastet, një rast i të utës nga iniciativë personale e Përgjonit që rrezikoi të shkonte edhe në autogol. Ende nuk është faqur byljës i rrezikshëm në katërkëndshën e mbrojtur nga Selmani. E humbet shumë shpejt topin Teuta. Aurel Marko rrezikon disi këtu, por i vëmendshëm Ofori që fiton dhe këtë faul. Edhe njëherë ndërhyrja dukshëm shkon te këmba Gjoelja Maçolli. Abazaj Marko. Top i gjatë drejt Mustafas. Në humbet sërish duelin ai Vidal. Një prekje për Beshirajin. E lë mirë për Gjoelja Maçolli, më pas provon që Jakub Abazaj fillimisht, edhe një herë tashmë Jakub që del nga zona, humbet rrezikshmërinë e aksion. Maçolli. Prapa tek Gabriel. Përgjoni. Boçi për Përgjonin, pak i fort, por mjaft mirë Përgjoni. Vidal. Rrotullohet mirë Vidal, më pas vertikalizimi për Beshiraj. Edhe njerë Jeremy Vashui saktë, por që tashmë dhuron të këndore. Dukshëm ka shumë cilësi në këmbë dhe Igor Vidal. Nga afrimet e kësaj merkatoje tek Teuta. Shikojeni, ky vertikalizim është vërtet fantastik. Edhe njerë decisiv në dalje Vashu. Vjen largimi drejt zonës, përvon Bylisit të largoj rrezikun, edhe njëherë Teuta, Vidal. Vështirësi, përvon ta kthej prapa drejt tek Selmani, por i vjen në ndihmë gjyqtari Çelaj që sinjalizon për faul në favor të Vidal. Jakub ka fituar terren në linjën e djathtë të sulmit përballë Fadairos, edhe ai tjetër element cilësor i afruar në merkato nga Teuta ishte Fadairo që ishte titullar në ndeshjet e para. Tash është Jakub që shkëmbet në pozita sigurisht një njohje më e mirë e teknikut dopi gjatë viteve në futbollin polak. Vjen tashmë me krosimi drejt zonës. Reagohet saktë nga Marko. Tu Gabriel rikthen qetësinë edhe një herë duke e kthyer prapa tek Selmani. Që ka qenë i pashqetësuar në këto 23 minuta.
Maçolli. Gabriel për Zhongol. Provon gjej Boçin kraun tjetër, Josic duhet. Kamera. E mbron mirë rivënien fundore. Votlaj. Vidal lë për Boçin. Ishte Jakub që nuk u vure nga Boçi, kërkoi një vertikalizim, për Gjoni e kthen prapa te Gabriel. Është Ulla tashmë që provon të marrë kontrollin e lojës në dorë, është ajo që ka më shumë qarkullimin e topit. Toli. Zhongo. Horizontal pasimi për Gabriel Gomes. Luan shkurt me Maçollin. Presingu i Mustafa. Mjaft mirë Maçolli. Lë pas të dy kundërshtarët Malomo që e vijon të ndjek. Pasimi për Tolin. Zhongo. Votlaj. Luan shkurt me Gabriel. Zhongo sërisht. Votlaj. Zhvendos sakt lojën tek Përgjoni. Maçolli. Edhe një Gabriel Gomes. Sërish Votlaj, këtë rrallë sakt drejt kraut të djathtë të Jakub. Lurire sakte Adi Durës. Koxhi, Kedel do të fitoj atë duel. Votlaj. Maçolli. Përgjoni. I top që del bja zhvije sensore për t'i ardhur në ndim. Kanë përshtypjen Koxhis që ka mbetur i shtrirë fush në kraun tjetër. Dhe në parë dhe Pankina e Teutës. Pam Kotobellin, Emiliano Villan, Arifin. Ky është momenti ku pretendon se ka marrë një goditje në fytyrë nga Jakub Mukhtar Koxhi, që është ngritur tashmë. Kjo do nis loja. Fair play-in e Byrësit që dorëzon topin tek Teuta. Boçi, nuk i dele triplim, sakt Marku. Provon Teuta të rikuperojë dhe ja del mban. Përhershmi Maçolli që fiton këtë faull, goditje dënimi. Vjen në rreshtet e shiut në Niko Dodana. Vidal, vjen harkimi i tij, topi që mbetet ende në zonë dhe Adi Durës, dhe që e largon në fund. Gabon Mustafa, Maçolli, mes shumë fanellave të kuqe u mbet topin.
David provon të mbrojë këtë rivën njësore, ja del mban. I fyrë mbrojnë në krahun tjetër. Jakub në vijimsin e asaj këndoreje Vidal. Provon nisë edhe një herë Beshirajn. Beshirajn këtu marrja e dyshimit, më pas e majta dhe vjen si realizimi. Në fakt, krijoi ideja që i fillim që marrja ishte dukshme me dorë. Vidal. Sakt pasimi I tij, më pas Marku dhe një herë decisiv në leximin e atij vertikalizimi. Maçolli prapa te Gabriel. Boçi. Krahun e djathtë Toli. Jakub, krosimi I tij, ergohet me kokë, më pas David Adeduro. Përvon të nisë në krahun e djathtë Alisson, saktë për Gjoni. Lëviz bukur mes dy kundërshtarëve. Gabriel. Votlaj. Boçi. Vidal. Edhe njërë Boçi. Pasimi drejt për Gjonit, I gabuar dhe këtë herë Alisson, sërish Gabriel, qëndërin sakt. Po vijon performancën shumë të mirë që bëri dhe ndaj Elbasanit. Edhe pse në nëreshët e shiut nuk janë ullur për asnjë moment dy tekniket në bankin. Për Ndreca. Përvon pasimin drejt Koxhis. Marrja jo shumë e mirë, por më pas I gabimi Tolit që ndëshkohet dhe me karton të verdhë. Kemi goditje dënimi. Nuk është komunikimi më shumë Toli provoi ta linte për Zhongon. Topin. I dha hapësirën për përfituar Koxhis. Sigurisht kartoni verdh që mund të shmangej, por është I drejtë për mënyrën se si rodhi ajo situatë. Tek topi për Ndreca. Shohim çdo të sjell krosimi I tij drejt zonës. Vjen erkimi dalja e Silmanit që kushton dhe faul në sulm dhe portierit. Nga ne Alisson. Alisson që duket edhe në pozicion jashtë loje nga ky plan. Maçolli. Për Gjoni. Beshiraj. E mbron mirë topin, dueli me Markun. Në fund është Marku që doli fitues këtu. Ka faul të për Gjonit në dëm të Alisson.
Edhe njërë falli nga mbrapa. Vjen kërësimi. Që ishte i shkurtër Maçolli. Nuk e largon siç duhet, gabon Maçolli për Ndreca. Provon ta kthejë drejt qendrës, më pas Wallison del Bosch, më pas goditja ajo Fori që heziton. David Adeduro e majta që bllokohet nga Toli. Tu Beshira i mund të rikuperojë dhe e mbron mirë topin, më pas heziton për të shërbyer për Jakub. Tashmë vjen pasimi që është i gabuar e më pas ndoshta pati edhe top të prekur me dorë nga Vëtlaj. Loja ndalet tashmë për t'i ardhur në ndihmë Vidal në krahun tjetër të fushës. Këtu duket se ka mbetur Vidal i dëmtuar e pa qëllimshme sigurisht, por në triblim e sipër Ofori. Ka goditur Vidalin. Eksoni gjata i byllësit këngullës, por nuk mundën do të japin një goditje të pastër drejt të portës që mungon në këto 35 minuta. Ngrihet Igor Vidal. Kanë parë tribuna. Se gjithë e mbushur. Si është pjesa që të mbron nga shiu. Kari nisur loja. Aurel Marko. Kamara. Marko. Topi gjatë drejt Mustafas. Për Gjoni largon. Vëtlaj edhe një herë i Vidal. Pasimi drejt Jakub. Në vështirësi është David që i ndërhyn në fund rivendje njësore. Zhongo. Vëtlaj. Zhongo. Lëvizje bukur e Jakub. Vjen për Gjonin dhe Majta. Kërësimi për Gjonit është i gabuar. Gjithsesi për Dreca nuk largoi siç duhet, më pas djatha e Tolit që devijohet dhe do të kemi goditje nga këndi. Është faulli i Abazait ndaj Vidal, la avantazhin gjyqtari. Te këndi Vidal.
Vjen reagimi në shtyllën e parë, Zhongo që u zhyt për të goditur dhe ka faull në sulm për gjyqtarin Çelaj. Faull ndaj Abazajt. Këtu e hashpër duket që si ka qenë në lojën pa top dhe pa mendje, goditja në kokë që jepet Zhongos dhe David. Walison ndalet vendin e fundit nga Përgjoni. Faull në këtë moment. Ka mbetur i dëmtuar Walison. Por është edhe për ndresa që ndron i shtrirë në cepin tjetër të fushës. Të dukshëm Përgjoni ka shkuar tek topi. Në pas 40 minuta lojë, edhe jem plan parë presidenti federatës mes presidentit Eudës Troplini dhe Agron Kaplanajt në vëllajt, presidentit Bylisit Besnik Kaplanaj. Zero me zero jemi ende pa shumë raste, duhet thënë, sfidë shumë e luftuar. Por pa qenë të rrezikshëm sa ç'duhet në portat e kundërshtarit. Beshira i larg portës, i spostuar në krah, mbyllet mirë nga Aurel Marku. Sakt Marku që provon t'i vjedhë një faull, më pas nuk është i këtij mendimi gjyqtari dhe në fund Beshiraj ka fituar rivënien anësore. Një gjatë më në qëndër, tashmë Vashu që grushton pas Koxhin zjerë nga zona. Vrapon Koxhin dueli me Jakub, prekja e fundit ka qenë e sulmuesit Bylisit. Toli për unë ta kthej drejt qendrës, largon Abazaj, largon David. Si shtuhet rivënien anësore dhe sërish lojë ndalur. Kanë qenë shumë të në fakton dalesa për dëmtime, sërish për ndreca. Dalesa shumë të që sigurisht nuk e kanë ndihmuar të rritet e ritmi i sfidës edhe më shumë. Sigurisht një barazim në transfer të ishte një rezultat mos e i pranueshëm për Bylisin. Gjyqtari Çelaj nuk duket i bindur që ka nevojë për futjen e stafit mjekësor në fushë për ndreca që ngrihet tashmë. Këtu është momenti kur ka mbetur i dëmtuar. Gabriel Macholi.
Edhe njëherë Joel Macholli. Top i gjatë drejt Tolit që kurse si nuk mund të mbërri. Gabriel Mekok. Vjen David, gran tjetër, Mallomo. Është Koçin Dias, lëvizje mirë e Koçis, por pas goditja e tij nuk ka pasur devijim, vetëm rivënie fundore. Kemi hyrë në minutën e fundit të kohës rregullt. Sigurisht të shtesë do të kemi, kam përshtypjen sepse ndalesat kanë qenë të shumta. Ketër pasimi i gabuar nga Votlaj. Janë 2 minuta shtesë në fundin e kësaj pjesë të parë. Kamara. Toli del fitues luajri me Koxhi, pas vertikalizimi për Beshira, i mirë, por ndoshta nuk ishte edhe shpejtësinë e duhur Beshiri në atë moment me Markun që mbylli saktë. Zongo e kthen prapa. Erdit Toli. Macholli. Gabriel. Zongo. Gabriel. I lezueshëm pasimi i tij këtë radhë Mustafa Ofori. Wallison. Pasimi për Mallomo, i mirë marrja e Mallomos, por pas bllokohet shërbimi i tij drejt qendrës, fiton këtë rivënie nxore Bylisi, që do ta mbyll në sulm të pjesë të parë. Ka ende sekonda ku mund të prodhoj një rast të fundit. Ja tifozja më e veçantë kanë përshtypjen në këtë ndeshje të sotme. Në Niko Dovana. Tu Kamara. Mallomo. Nuk i dele i Basim sërish shumë gabime Basime, duhet thënë në këtë pjesë të parë. Selmani përvon të nxitoj. Vidal me kokë. Gabon dhe ai dhe mbyllet kjo pjesë e parë. 0-0 mes Teutës dhe Bylisit. Është shumë e luftuar me duelin mesin e fushës, por me gabime Basime dhe për më tepër me thuajse shumë pak raste. Me Kok Marko. Vështirësi. Wallison ai top ka kaluar për ti vjesën, so ore rivënie që i përket vendasve për Gjoni. Shira në vështirësi, o mbet topin, përvon të rikupëroj dhe njërë Teuta sakt me Machollin. Për Gjoni, ky vertikalizim drejt për Gjonit, por mbyll sakt. Në mbrojtje për Ndreca. Do të kemi goditje nga këndi e para e kësaj pjesë dytë.
dhe është e treta total, 3-0 për të Utën. Goditjet nga këndi. Vjen ndërkimi drejt zonës me kokë Mustafa. Edhe njëherë Vidal rikthen sërish në shëndër me kokë goditja, jo siç duhet e Beshirajt. Vion aksionin krahun tjetër. Toli, vjen dhe njëherë ndërkimi drejt shtyllës dytë, së sponda me kokë e fortë. Jo e mirë në qendër. Aksioni gjatë ngulmues, por nuk ja del dot. Të realizoj të Uta, gjithsesi start i vrullshëm. Jakub prapa tek Joel Mançolli. Pas e ndeshje është pauza e përfaqësuesve. Luhet me datë 11 Serbi-Shqipëri, ndërsa kampionati rikthehet datë 19 tetor, ku Bylisi pret Vllaznin kryesuese, ndërsa Teuta luan në transfert ndaj Tiranës. Spikat Egnatia Dinamo, supersfida e javës së 7 Biznes Superiore, por në dueli interesante Elbasani Vora dhe flamurtari Partizani plotësojnë tablon e plot. Gjithë shokëve? Zhongo. Prapa tek Silmani. Përvëngjej Jakub, shumë fort. Rivenjansore për miqtë. Jepo udhëzime drejt pankinës. Tashmë mirë Eliosa sigurisht në mendjen e tij fillon përgatis pak e nga pak kush do të jenë zëvendësimet. Lojtarët që do duhet kryejnë nxehtësinë intensive. Wallison mes dy kundërshtarëve. Ja ka dalë mand fitoi një faul. Braziliani. Edhe një fauli i shkaktuar në këtë rast nga Boçi. Kënd i volitshëm ku për ndreca mund të provojë me njerë dhe goditjen port. Vendos 4 lojtarë në murin mbrojtës. Portieri vjen e majta, që është në gjysmë lartësi, bllokohet që nga muri mbrojtës David. Mallomo provon të rikthejë me krosimin drejt zonës, që shkon drejt e nduart e Selmanit i pashqetësuar. Toli. Unë shty për para. Kidele i kombinim trekëndshi. Drejt Boçit do duhet mjaftohet me rivënjë nësore. Beshiraj. Ka bon pasim. Ofori rikuperon. E dërgon për Wallison në krah.
Mustafa. Prapa te Kamara. Ofori. Abazaj. Ofori. Wallison. Mbet topin. Gabon dhe tek Teuta. Ka këtë mundësi tash me Kamara për shtyr përpara. Provon ta kthej drejt qendrës, jo siç duhet, nuk e përiste aty shërbimin Mustafa, ndërsa Koxhi ishte shumë prapa. Votlaj lë pas kundërshtarin e parë. Boçi. Pasimi tashmë i bukur drejt Krahut, Vidal. Shmang mirë në bazajn, Vidal. E lë mirë për Tolin, zona e krosimit që vjen në ulët, rrafsh me tokën. Ndërpritet mirë nga Davide Adeduro. Ndërsa këtu Koxhi tashmë me forcë fizike, Votlaj bllokon më një herë. Vidal. Edhe njerë bukur me elegancë detyron David të shkaktoj këtë faul. Divize bukur e Boçit, më pas provon me të djathë, shfrenon imagjinatën, shkon larg kuadratit. Këtu ky gabim mund përfitoj Wallison, por mjaft mirë në dalje Selmani. Ofori. Pasimi saktë drejt Mukhtar Koxhi. Koxhi vjen largimi drejt zonës, i gabuar, top kalon vijën fundore. Gati qendërsulmuesi Sebastian Gonzalez Zela tek Teuta. Çfarë se largohet Beshiri apo diçka tjetër? Do shta sakrifikohet një mes Boçit dhe Jakub për të luajtur me dy sulmues. Gabojnë këtu tek Teuta. Gadi dhe Fadajro, tashmë me dy lëvizje në sulm. Enkeli Dobi nuk pret më. Koxhi. Duelin me Tolin. Del fitues kapiteni i Teutës që nxiton në këtë rivenjënsore që do zhvendoset tashmë pak metra më përpara. Votlaj. Kuptohet pasimi i tij që se si baza i gabon e dorëzon vetë tek Vidal. Jakub pret shërbet, pasimi jo siç duhet. Shkon tek Jeremy Veshu.
fall ndaj tij. Dhe tashmë është momenti i zëvendësimeve, largohet Beshira i për Gonzales Zela. Largohet dhe Mucho Boçi për t'i bërë vend David Fadairo. Jakub. Falli për ndrecës nga Prapa. Kartoni verdh për Fabian për ndrecën. Toli dhe Vidal tek topi. Çojmë kush do të harkojnë në zonë. Tash më shtohet dhe një pikë fort në ajër si qendërsulmuesi Sebastian Gonzales Zela. Përveç Zhongos dhe Gabriel, dy qendrat e mbrojtjes edhe për Gjoni qëndron aty që shpeshherë kemi parë tjetër rrezikshëm në krosimet në zonë. Këtu vjen rrekimi i Vidal. Top që largohet Malomo për vend nis kundër sulmi, nuk ja del dot. Fiton këtë rivenjë ansore. Wallison. Pak i fort ky top me përndrecën që nuk e mban brenda vijave. Gjoele Maqolli. Gabriel prapa tek Selmani, që nga i qetësinë e dur me në gjënat e situatë. Toli, marrje e mirë e topit, fiton hapësira, më pas është vendos në krahun e djathtë për Jakub, që e mbrin kryesimin me njëherë drejt zonës. Vashu që grushton David si në krahun tjetër. Provon të shërbej drejt Koxhi, por nuk ishte as për Mustafa dhe as për Koxhin ai pasim. Fryn dhe shumë mirë tashmë, që sigurisht mund ndikoj në cilësinë e pasimit. Këtu vjen një kohë përpara Zelës Jeremy Vashu. Fadairo, kontaktin e parë me topin. E lë për Jakub. Edhe një Polaku. Vidal me një prekje drejt Fadairos, është i shpejt, ka freskinë e duhur në këmbë. Provon ta kthejë drejt qendrës, më pas goditja! Një autogol realizon Teuta! Daniel Votlaj dha të djathën e tij që edhe ajo mund të kishte shkuar në rrjet. Zhbllokohet sfida. Minuta e 62. Shpërthen festa tashmë, duke se japin me njëherë impaktin e dur dhe zëvendësimet. Fadairo në krahun e djathtë, shumë i vështirë për të mërkuar. Në pas ai pasim drejt qendrës për Votlajn. Ishte Abazaj që dha devimin e fundit, por ndoshta sigurisht nëse gjuajtja ishte drejt kuadratit, goli është i Votlajt dhe jo një autogol. Me ta vërtetojmë nga përsëritja, ka protesta gjithsesi nga Bazaj të gjyqtarit. Ta shohim edhe një herë përsëritur gjithë aksionin e golit. Këtu fiton duelin, këtu ka pretenduar Bazaj për një goditje nga ana e Fadairos.
Daniel Votlaj, titullar dhe deciziv tashmë tek Teuta ndeshja e dytë radhazi. Dhe duhet të shohim edhe një herë gjyqtari po vjon komunikimin me Enea Jorgji në sistemin VAR për pretendimin e Abazit. Kam përshtypjen që pretendon se ka marrë një goditje, një të shtyrë në atë duel me Fadajron. Duket fakt Abaza ishte ai që po shkonte i pari tek topi. Vjon komunikimi. I gjyqtarit ende goli nuk është konfirmuar nga sistemi VAR. Dhe 64-të. Qëm nëse do të ftohet monitor gjyqtari Ermis Shelej apo goli do të konfirmohet. Zjatë shumë tani rishikimi. Shohim dhe njerë këtu. Kam përshtypjen që nuk ishte tërësisht kuadrat goditja, nëse vlerësohet do të kemi autogol të Abazajt, por ende vijon kontrolli për vlefshmërinë e golit apo jo. Abazaj duket se pretendon që ka pasur kontakt edhe në këmbë. Konfirmohet goli, 1-0 Teuta. Por i shumë kohë në fakt edhe njërë aksioni i mirë me shumë pasime dhe këtu është i gjithë dyshimi. Tu është kontakti Fadajro Abazaj. Abazaj që e vjoj lojë nuk u rëzua. Zongo. Për ndrejtë sa përvon të kthej dhe njërë drejtë sulmit. Shojmë dëshmë reagimin e tu rikuperim më pas në qëndër. Shumë pranë autogolit Zongo. Rrezikshëm Byllisi përvon të reagoj me një herë. Një shkur të Kogji këtu ka arritur të fitoj tjetër këndore. Vjen hërgimi drejt zonës me kokë për Gjoni. Në pas përndreca dhe Fadajro për Gjoni. Përvon të shpëndzirë Teutën për para. Florian për Gjoni, Gabon. Rikuperimi sakti dhe Durës që kthen prapa tek Abazaj. Top drejt zonës, ajo prekje e Markut që nxjerrë jashtë lojë dhe Mustafan. Votlaj. Rivënja në zorë dëshmë për vëndësit që sigurisht janë më të qetë dëshmë golin e gjetën. Votlaj. Marko. Kapsira tashmë në mbrojtjen e Teutës. Wallison afrohet godet. Wallison traversa. Dhe duhet pari moment nëse ka qenë në vijë apo mbi vijë, sigurisht vijon aksioni ende. Zhytet me kokë Zongo. Ofori, mundësia e goditjes heziton. E zhvendos në krahun e djathtë tek kamera. Aurel Marko.
Edhe një herë Ofori. Malomo. Ofori. Kamara. Zgjohet Byllisi. Për Ndreca. Koxhi. Zhvendoset mirë në qendër Koxhi, më pas mes dy kundërshtarëve, pretendon për një faull, nuk është i atij mendimi gjyqtari për Ndreca. Mund të krosojë drejt zonës, largon me kokë Zhongo. E më pas këtu ka faull. Janë 3 futbollistë shumë të shtrirë në fushë, por kurioz janë për të parë edhe një herë ato të majtë të Alisson. Ja tek është goditja dhe nuk është se ka dilemë në fakt. Travers dhe shtja zhvije shumë e bukur, është me fat këtu Teuta që nuk ndërshkohet. U gjende pa përgatitur në atë situatë, ishte vetëm me 2 mbrojtës. Për Ndreca. Ka një faull. Dhe Sebastian Zeles. Takat lartë Aurel Markut. Vendos mori mbrojtës gjyqtari Çenaj. Gati Arli për Gjoni. Do të jenë 3 zëvendësime për Gjoni, Peralta dhe Indio Oliveira. Tashmë tek skuadra e Byllisit. Vjen tu goditja, shkon jashtë. Përvoj Jakub, ka pasur devijim, do të kemi këndore. Do të kryen pas këndore zëvendësimet duket tek Byllisi. Vjen Herkimi me kokë Mustafa. Edhe një herë Teuta mbetet në sul. Vidal legon Marku këtë rrallë. Toli për Fadajron. 1-1 me Koxhi. Fadajro e lë pas mjaft mirë, me pas drejt qendrës. Fadajro nuk ka pasur devijim, vetëm rivënie fundore tashmë. Që në trajektorën që mërë topi nga era e fort. Për Gjoni. Ka një faull. Topi prekur me dorë. Do të kryet është në momenti zëvendësimeve. Do t'jetë dhe Albi Doka që do t'jetë në fush tek skuadra e Teutës, edhe do të largohet autori i golit, Daniel Vëtlaj. Dhe me gjasë është më e lexueshme është Toli që do të zhvendoset kanë përshtypjen në mesin e fushës, duke i lënë vend Dokës në krahun e djathtë. Largohet me stuart të kitjeve Vëtlaj.
Largohen Ofori, Malomo dhe Koxhi tek skuadra e Byllisit. Loj Indi Olivera, Arli Përgjoni dhe Alex Peralta. Vjen tashmë Djatha, shkon jashtë. Ka pasur sërish devijim tjetër këndore. Edhe njërë tentative të këndi Igor Vidal. Vjen kryesimi në qendër, largohet me kokë. Gabon më pas Jakub. Pisimi përpara është i gabuar në një zonë ku ndodhet i vetëm Gjoele Maçolli. Vështirësi këtu Selmani nxjerr në rivë njësore. Përndreca me topin duar. Toli. Vidal ka faull ndaj tij. Shkaktuar nga Përndreca. Ky është momenti. Teuta që ka rritur shumë edhe tentativa drejt portës në këtë pjesë të dytë. Janë 7 tashmë dhe vijon të jetë dominuese me 67% të mbajtjes topit. Në këtë pjesë të dytë, që sigurisht ka qenë shumë e mirë se e para. 5-2 goditet nga këndi, edhe këto në favor të Teutës. Topi gjatë përpara me kokë Marku, me Përndrecën që nuk e mban dot brenda vijeve. Doka. Sponde Gonzales Zela për Jakub mes dy kundërshtarëve. Jakub e ka dalë të fitojë një rivë njësore. Ka një faull dëshmënsul. Me kokë edhe njëherë Zhongo saktë në rivënjë anësore. Ka një faull dëshmë në favor të Byllisit.
Indje Oliveira tek topi. Vjen Herkimi. Top që largohet. Pas është Fadajro që përvon nisë kundër sulmin, por gabon Fadajro mjaft mirë për Gjoni nga prapa që ja vjedh topin. Pas pretendon dhe për Gjoni për faul, nuk është i këtij mendimi. Ermis Shela, këtu pasimi drejt Jakub, mjaft i mirë, ka hapësira. Jakub shkon fundore, u vënua shumë fakt për ta kthyer dhe do të kemi goditje nga këndi. Zbritje shpejt dhe rrezikshme e skuadrës së Teutës. Pa mundur do të gjej golin e dytë që do të ishte sigurisht gol qetësie dhe gol që mund vuloste 3 pikët. Vjen tashmë Herkimi. Nxirret nga zona, Jakub nuk godot siç duhet. Tu Maçolli, shletari i fundit, e kthen prapa tek Selmani. Sak dhe njerë Selmani. Vjen aksioni të Teutës tashmë në krahun tjetër. Ka një faull tashmë në sulm. Kemi lënë pas 81 minuta. 1-0. Teuta Bylis. To përpara drejt Jakub. Pak e nga dalë duket Bylis në reagimin e saj. Edhe këtu e humbet shumë shpejt topin. Vidal. Pasimi i tij drejt Fadajros, mbyll saktë Aurel Marku. Ka një faull tashmë. Momenti Emiliano Villas tashmë. Largohet Igor Vidal. Largohet mes duar ndërgjitjeve. Braziliani Igor Felipe Vidal, tashmë shëriti kapitenit, kalon nga toli tek Emiliano Villa. Tu sponda me kokë. Mjaft mirë në fund. Gabriel duke lënë pas topin për tek portieri Selmani.
Emiliano Villa në kontaktin e parë me topin. Jakub duket se ka pasur prekje topit me dorë. Marko duhet nxitoj bylis Indio Oliveira. Peralta për Gjoni. David Adeduro. Këtu gaboj, ndoshta idenë e kishte për ta zhvendosur lojën edhe një herë tek Kamaran krahun e djathtë, por jo siç duhet. Tuzela, dueli me Abazajn. Arrin fitoj tashmë Teuta këtë rivenjë njësore. Pikërisht ajo që i duhet për të mbajtur kundërshtarin sa më larg portës së saj në këto minuta të fundit. Jakub. Rifiton topin mbyllësi për Ndreca. David. Drejt Kamaras, ky pasim pak i fort me Kamaran që nuk e stopoi siç duhet, më pas kërkon të këmbgul në duelin me Fadajron, nuk ka faul. Indio Oliveira. Edhe një herë David. Pasimi drejt për Ndrecës. Wallison është postuar në të majt. Këtu nuk është për askënd pasimi i Wallison. Më pas Selmani që provon të fitoj sa më shumë sekondat mundet. Ka pasur edhe përplasje trup në trup me Indion. Këtë është momenti për plasjes tërësisht e kërkuar nga Selmani, në fakt, për të fituar sa më shumë sekonda të mundet. Besimi përpara. Provohet këtu, gjetë Peralta mes vështirësive. Do kemi goditje nga këndi për Bylisin. Ja tek vjen një shans i mirë për të reaguar për Bellçiodët. Te këndi vet Peralta e nis shkurt me Kamaran, më pas Abazaj që nuk godet siç duhet, rrëmuje sipër Abazaj sërish, lojë ndalur për faul në sulm të Marina Abazajt. Rivendoset frymarrja prapa vjen e Teutës. Pas asaj skeme që deri diku rezultoi e mirë, deri këtu momenti ku Abazaj nëse do të jepte një goditje më të mirë drejt portës, mund të ishte kërcënuese. Këtu ka një faul të Jakub. Për parasyve të gjyqtarit anësor. Nuk është as pak dakord Poljaku.
Toli dhe Përndreca janë dy të ndëshkuarit e vetëm me karton të verdh në këtë sfidë. Është larguar Walison për Sulovarin, lëvizja e radhës e Mireliosës. Ky top përpara drejt të Fadairos që i top më pas mori trajektoren, nuk e gjeti dot siç duhet kohën topit Fadairo. Megjithëse se kishte vrullin e nevojshëm për të lënë pas mbrojtësit me shpejtësi. Kamara. Alex Peralta. Zhvendoset në qendër Peralta, më pas nuk është për askënd pasimi i tij. Sigurisht nëse ja del ta ruaj këto 3 pikë është Teuta, do të ishte në vendin e 4 me 10 pikë, po ai sa Dinamo e vendit 5. Por duke që se e ka mundur në ndeshje direkte, momentalisht është i përket Teutës së vendi 4. Tu Peralta. Fiton të faull. Shohim edhe sa do të jetë shtesa në fundin e kësaj sfide, që është shumë e rëndësishme. E ka nisur lojën Bylisi. Ndoshta edhe pse nuk ishte e vendosur mirë, por çon këtë mundësi skuadra e Mireliosës. Përndreca. Sakt pa faul i merr edhe i top Jakub për Tolin. Nuk shkon pasimi për Dogan. Sulovari. 5 minuta shtesë dhe shpresë për Bylisin për dalë me 1 pikë nga kjo transfert. Edhe një sakt Gabriel. Toli më pas provokis edhe njërë Gabriel me Marku këtu që fiton duelin mes dy qendërmbrojtësve dhe shkakton faull nga prapa më pas mbrojtësit e Utës. Kamara. David Adeduro. Përndreca. Në basin topin, Fadairo për Gjoni. Për Gjoni këtu, gabimi i pakuptueshëm, e dhuron këtë rivenjë anësore. India. Në vështirësi dhe ai më pas gabon dhe Maçolli, sërish te India. Këtu Mustafa jap rrugë topit, por qëndrojnë shumë pra njëri tjetrit, dy qendrat e mbrojtjes, Gabriel dhe Zhongo. Përndreca, jo si duhet, rivenja anësore për vendasit. Rivenja gjatë e Dokës. Jakub Gonzales fiton rivenjën anësore. Peruani Sebastian Gonzales. Edhe njëra i sërish të bën siç duhet detyrën. Fiton goditje nga këndi. Pikërisht ajo çka kërkohet nga qendërsulmuesi në këto minutat fundit të sfidës. 3 pikë vërtet shumë të vyrëra për Teutën, që shkon tashmë e qetë në pushimin e kombëtarëve, por sigurisht do duhet bëjë edhe një sforco për këto gati 2 minuta që kanë mbetur,
sepse ende asgjë nuk është përfunduar. Indi Oliveira për Kamaran. Gjensak për Gjonin. Në të majtë për Ndreca. Sulevari. Provon të gjejë edhe një herë për Ndrecën, jo siç duhet, dhe i pasim këmbgulës për Ndreca gjithsesi vetëm rivënie fundore tashmë. Shohim edhe këtu ndoshta momentin e vetëm ku Bylisi mund të ndryshonte fatet e kësaj sfide, ishte i pafatu Alisson. Vetëm kjo mbetet për të shënuar në reagimin e ballçotëve. Ka mbetur dëmtuar për Ndreca. Sigurisht janë sekonda që shkojnë dëm jo në favor të Bylisit. Sekonda nga fundi, por sigurisht do të kemi edhe pak sekonda kam përshtypjen për të rikuperuar nga kjo vonesë pas dëmtimit të Ndrecës. Doka legon pa adres thjesht për të fituar sekonda. Nuk ka pasur devijim gjatë rrugës, vetëm rivënie fundore, të shumta protestat ishin bindur që kishte devijim futbollistët e Teutës. Marku gabon pasi me dorëzon vetë tek Fadajro që më pas gabon për Gjoni. Ishte ai që rikuperoi Kamara. Duhet nxitoj Bylisi për të krijuar një shans fundit. Arli për Gjoni. Fiton rivënie nënësore. Peralta. Tjetër rivënie. Kamara. Drejt Mustafa. Peralta. Ja ka dal Peralta? Jo, nuk ja ka dal, ka vetëm rivënie fundore. Protestat tashmë zhvendosen tek gjyqtari ansor. Dhe vjen këtu serializimi final. Teuta merr një fitore shumë të rëndësishme me golin e Daniel Votlaj në minutën e 62.